nderuar miq, ditën e sotme, më saktë pas ditën e sotme, në dyert e Spakut u paraqit Lulzim Basha, ish kreu i Partisë Demokratike. Sipas burimeve mediatike, ai është thirrur nga prokurori Alfred Sheu për të pyetur për dosjen e 21 janarit, që është hapur tashmë që e ka marrë në dorë pra prokuroria e posaçme. Në dalje për media, Basha nuk pranoi të komentonte më shumë, duke thënë se i ruan sekretin hetimor. Por për të folur për këtë çështje kemi ftuar analistin Sidi Hasanaj. Sidi, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje dhe faleminderit ju për ftesën. Faleminderit ju. Sidi, ju në një postim analizë në rrjetet sociale shprehni që kjo është mundësia e dytë që jo gjithëve ju vjen, edhe që zoti Basha duhet të flasë që të tregojë të vërtetën për atë ngjarje. Po cila është e vërteta në gjykimin tuaj? Po, Dulber, shiko, është një mundësi e dytë që rrallë herë troket në derë për një politikan, i cili do të bëjë diçka determinante, të rëndësishme, të qëndësishme për fatin e jo vetëm të vetes së karrierës së tij politike, por edhe për fatin e partisë dhe njerëzve që e mbështesin këtë parti kaq të madhe, që është Partia Demokratike. Rrallë herë ndodh që një shans i dytë i jepet të trokasin në derë, i ndodhi për herë të parë në 9 shtator të 2021-shit. Të gjithë e dim që tashmë ai shans na vjen mirë ose jo u doq, nuk u shfrytëzua, për arsye nga më të ndryshme, është një kompleksitet arsyesh. Së pari, zoti Basha zgjodhi që mos të luftonte deri në fund. Shumë njerëz e shikojnë mungesë kurajo ndaj zotit Berisha, shumë njerëz e shikojnë sikur kanë qenë mbase teori konspiracioni në një lojë të dyfisht me njëri tjetrin, në një marrëveshje. Disa e shikojnë edhe si të paaftë performancën dhe po themi ashtën politike të Bashës për të luftuar një politikan rase si Berisha. Unë si një njeri që kam qenë afër ta quaja veten dhe bashkëpunëtor me zotin Basha gjatë këtyre, e shikoj në mënyrë pak më në një optik tjetër, më komplekse. Për mua e vërteta ka shumë gjyra, nuk është kaq bardhëzi, nuk është kaq e thjeshtë, nuk mund të themi është i paaftë ose është trembur, është shumë e komplikuar sa kaq. Në analizën që unë i kam bërë, se jam munduar t'i bëj zotit Basha në veprimet e tij dhe bisedat që kam bërë me të, konkluzioni është që zoti Basha ka pasur diçka primare në të gjithë, po themi, para dhomën e mendimit të tij, përpara se të ndërmendte një veprim, e cila që të shmangte, pra para premisa që ai lëvizte, ishte të shmangte luftën vrasëse në Partinë Demokratike. Ajo ka prevaluar përpara betejës me zotin Berisha. Pra, ai shpesh ka zgjedhur që të marrë shumë goditje mbi veten e tij, mbi imazhin e tij, ti absorboj ato goditje në kurrizë me kosto personale, por mos t'i kundërpërgjigjet me kushtin që ose për sakrificën për të ruajtur homogjenin në Partinë Demokratike. Po kjo ishte diçka që ka qenë shumë e gabuar në gjykimin tim. Partia Demokratike nuk ka qenë asnjëherë një trup homogjen, jo më pas 9 shtatorit 2021-shit, se frykset që kanë qenë aty në atë parti kanë qenë grupe interesash të cilat nuk i bashkonte ideali, po i bashkonte thjesht një rrugtim dhe një dinamikin pushteti, që ishte 2005-2013 dhe nuk ishte asnjë gjë që i bashkonte bashkë. Ishin idealisht shumë të ndryshëm. Dhe fakt tani që flasim, kjo e tregoj koha që nuk është i bashkon diçka, nuk është i bashkon as doktrina e djathtë, as principet, as ideali, as koncepti për kutën, as koncepti për votuesin e djathtë në fundit. Shumë njerëz e shikojnë ndryshe ata votuesin, shumë e shikojnë si punëtor partie, disa e shikojnë si njerëz që kanë sakrifikuar. Është një amalgam këndvështrimesh, të cilat me njëra tjetër nuk është e konvergojnë. Dhe nuk është se ka për të pasur një parti demokratike të madhe, siç është menduar, ka qenë një artific e mbajtur fort nga zoti Basha, zoti Berisha, por e cila ishte artific në fundit. Zoti Basha ka dashur ta mbajë gjallë atë artific në fakt. Kjo është gabimi i tij për mendimin tim, pra, që atë artific të parti që nuk ishte ngjitur me idealizëm, por ishte ngjitur siç thash me interesa të ndryshme, të ta mbanin bashkë. Në fakt ajo parti që ka ardhur duke u rrudhur në elektorat, që nga 92-shi, ajo duhet të thyej dhe duhet të hapej, të krijonte një dritare të re me elektoratin e djathtë, i cili çdo 4 vjeçar, çdo zgjedhje 4 vjeçare, pa e marrë ato vendoret, vinte duke u reduktuar, përveç një rasti që ishte rasti 2021, që ishte një rast unik, që pati një rekord në votash.
Tashmë zoti Basha me qenë luftën që nuk e bëri në 2021 periudhën kohore 2020 deri në 11 maj 2025. Baltën që mori në Kuriz, përgjegjësinë për mosveprimin, se ai ka përgjegjësi për mosveprimin, nëse zoti Berisha është përgjegjës për veprimet e shëmtuara që ka bërë ndaj demokratëve me luftën e tij personale, egoiste për pushtet, zoti Basha është përgjegjës për mosveprimin, që ju nuk ju kundërpërgjigj asnjë. Zoti Berisha tashmë i vjen një troket në derë një rast i dytë, që është mbase edhe ajo shpreha popullore që i drejti zhytet, po nuk mbytet. Edhe ju ky tjetë rasti. Theksoni që e gjitha rrotullohet tek urdhri 20 janar. Në postimin tuaj ju shkruani që Basha ka pasur një debat me Berishën dhe është larguar për Ministrinë e Brendshme, edhe ka dhënë urdhër që mos ketë asnjë policë armatosur dhe të mos qellohet asnjë protestues. Po, këto janë shumë informacione që unë kam, nuk është se janë, domethënë, në spektrin ose në pikpamjen e fakteve. Faktet duhet të certifikohen ose të vulosen si fakte në gjykat dhe nga prokuroria, dhe kjo është betejë që duhet të bëjë rrugtimi dhe betejë që duhet të bëjë zoti Basha. Por dosja e 20 janarit është hapur nga audio përgjimi i ri që ka depozitor zoti Artan Hoxha, gazetari investigativ, bashkë me familjarët, ku me diktofon është regjistruar komunikimet e brendshme të zinxhirit drejtues të gardës me persona të pa identifikuar. Ajo që unë di, përsëris edhe një herë në pikpamjen e informacionit, jo e faktit, është që zoti Basha si ministri i brendshëm ka qenë në kryeministri, siç kanë qenë pamjet vizive të kamerave, kanë qenë në kryeministri në pjesën e parë të protestës. Dhe është larguar pas një debati me zotin Berisha për arsye që nuk ka dashur të zbatoj, po themi, arketipin e politikanit që është zoti Berisha ta zbatoj në terren, atë politikanin hakmarrës, despotik, atë politikanin me instikte shtypje ndaj qytetarëve, me instikte pushteti ekstrem, edhe që ka si instrument edhe shpesh edhe forcën, si instrument abuzues për të shtypur zërat kundra. Ai ka pasur një debat që nuk i qëndroi absolutisht kësaj linje, nuk jam unë i kësaj politike, madje e ka këshilluar disa herë që mos e bë, mos i qëndro instiktit tënd primitiv për hakmarrje, por qëndro i ftohtë, gjë që është kundërshtuar nga zoti Berisha dhe nga njerëzit që kanë qenë afër atë ditë në zyrën e zotit Berisha. Dhe zoti Basha është larguar dhe ka shkuar drejt Ministrisë së Brendshme në zyrën e tij përpara se të ndodhin vrasjet dhe është informuar nga rrjeti drejtues i policisë për vrasjet në momentin që ka hyrë në zyrë. Një tjetër gjë që e fakton këtë është edhe drejtuesi i policisë përgjegjës për zinxhirin e sigurisë në kryeministri atë ditë, në 20 janar, zoti Shamsi Prençi, i cili e ka thënë fakt në media disa herë që ishte drejtuesi i sigurisë i policisë dhe i forcave shqiponja atë ditë për perimetrin e kryeministrisë dhe ka pasur urdhër që policia të jenë vetëm me radio dhe shkopa gome, që do ketë mundësi asnjë me armë zjarri në brez, dhe ka pasur urdhër që të ketë një tentativë maksimale për ta qetësuar dhe për ta kaluar, për ta lënë domethënë në protest rutinë, në protest paqësore, në një revolt deri diku shumë legjitime të qytetarëve, pavarësisht se kemi bindje të ndryshme politike, po ishte një revolt jashtëzakonisht shumë e drejtë pas videoskandalit 20 janarit. Kjo është pjesa teknike, po nuk dua ta shoh si pjesë teknike këtë. Pra nuk do të shoh këto udhëzime teknike që ka dhënë zoti Basha si ministër policisë, nuk do t'i shoh si çështje teknike mes një ministri dhe varësve të tij, po as si çështje juridike. Këto janë dy themeli të një betejë mes të kaluarës dhe të ardhmes që ka zoti Basha. Është një sfidë e dytë, është një detyrim moral që ai ka në radhë të parë ndaj të vërtetës, në radhë të dytë ndaj Shqipërisë, sepse 20 janari është një njollëzes për Shqipërinë dhe për, po themi, unë do ta konsideroja pa diskutim edhe për frymën e demokracisë në Shqipëri. Domethënë protestat pas 21 janarit nuk janë më aq
të lira dhe aq kurajoze nga qytetarët. Është fituar një frikë mbas nisë një analiz nga gjithë qytetarët, sepse qeveria mund të ekzekutojë në bulevard. Dhe në rast të tretë dhe në rast fundit e ka një detyrim ndaj po themi boshtit politik që e ka mbështetur dhe që bëdha ai vetë bën pjesë, Bashkinë Demokratike, por ta çliruar Bashkinë Demokratike. Pra betejën që ajo nuk e fitoi dot me zotin Berisha. E cila, okej, në gjykimin e tij shumë njerëz mund ta shohin si betejë që nuk ishte proporcionalisht e drejtë. Pra zoti Berisha kishte shumë pushtet ekonomik, politik, kishte konjunktura të ngritura prej 35 vitesh në Partinë Demokratike, 33 vitesh në Partinë Demokratike, konjunktura me njerëz që ishin pjesë të strukturave që kishin ndërlidhur në interesa ekonomik, në favore që edhe në momenti i shpagimit, mundet. Shumë njerëz ishin pragmatistë, shkuan aty ku ishte edhe më i forti. Pra më i forti duhet të kuptojë ai që kishte më shumë zell për të bërë betejë të pistë, për të pasur më shumë media për vetes, më shumë njerëz që financonin, më shumë para që idheshin për evenimente të ndryshme, mos harrojmë vetëm stadiumi, arena sa u thirr, sa u prenotua, mediat e si u ngritën të tëra në një manifestim të jashtëzakonshëm projektorët drejt çdo veprimi të zotit Berisha. Dhe zoti Basha ndërkohë ishte proporcionalisht në heshtje, nuk ishte simetrik fare, nuk e kishte atë fuqi mediatike, nuk e kishte atë fuqi ekonomike për të bërë ato evente, pavarësisht se kishte edhe vullën e Partisë Demokratike. Unë nuk e justifikoj fare, në gjykimin tim nuk ka asnjë justifikim, por megjithatë ajo i përket për ta gjykuar historia. Sot atë pret e ardhmja dhe ai duhet bëj këto akte politike. Pra e ka një detyrim dhe nuk duhet të veproj i incentivuar ose i shtyr nga urrejtja ose nga instinkti akmalit, absolutisht. Ju duke e njohur, mendoni që të gjitha këto që ju po thoni, ai në këtë linjë ka vepruar sot pasdite? Po, unë mendoj që zoti Basha ka vepruar pa mblef dhe këshilla ime, domethënë më pozitive që mund t'i jap sigurisht t'japja vetësime është që ai mos të udhiqet nga mëria, nga mblefi, nga instinkti i akmarit. Absolutisht. Nuk është akmarrja që duhet ta udhëheqë ndaj zotit Berisha, por është dashuria për të vërtetën, ose sakrifica për të vërtetën. Kjo është vërtet, Sidi, ndjes se po ju ndërpres, kjo është vërtet. Nëse është ajo që ju thoni pra që Basha duhet ta thotë, e çon Berishën pas hekurave për Sinjanarin, pra edhe para përgjegjësisë më saktë. Unë mendoj se po. Pra, për ta thënë më thjesht, në gjykimin tuaj është ai që ka dhënë urdhrin. Në gjykimin tim për ta thënë sa më thjesht, sa më shkoqur, pa asnjë, po themi, rretullim fjalësh, zoti Berisha duhet i qëndrojë atyre që është shprehur vetë. Që thotë që kanë qenë 3 snajperista në 3 pozicione të ndryshme dhe unë vetë i do jepja urdhrin, e ka thënë në media me zë dhe me figurë, që të goditeshen që të vazhdojë përsëri me protestë. Zoti Berisha nuk na ka lënë shkak për të pasur, po themi, amëndësime. Ai është shprehur shumë shterus. I kemi thënë zotit Rama që një fije floku të vazhdon të preke e ndonjë efektivi të policisë ose të gardës, policia autoroq, e gardës, ti të mbaje përgjegjësitë personale madje. Dhe unë kam dhënë urdhër që të goditeshin kushdo që kalonte perimetrin e kryeministrisë. Në atë kohë që ishte me gardë hekur i për qytetarët që mbaj mend. Dhe kjo e vërtet gjykoj unë, duhet thënë tashmë, duhet marrë një kosto. Dhe njeriu që duhet ta marrë këtë kosto është Lulzim Basha. Pse është njeriu që duhet ta marrë këtë kosto? E para është një njeriu që ka qenë njeriu më i afërt në hierarkinë drejtuese, mbas kryeministrit ka qenë ministri i brendshëm. E dyta, ka detyrimin për rikthem edhe një herë asaj tezës që thash fillim, ka detyrimin moral për të ringjallur ose reaktivizuar betejën e tij politike për Partinë Demokratike. Pra, ju thoni që nëse do thyhet në këtë rast për treguar të vërtetën, kjo i hap derën për të rikthyer politikë në Partinë Demokratike. Po zotri, sepse për disa arsye. Pse? Shko, unë që po flas sot jam shumë koshient për anatemimin ekstrem deri në përçmim që ishte bërë Lulzim Bashës. Jam shumë koshient për
edhe ironin, edhe talljen, edhe po themi shpërfilljen që i bëhet jo vetëm Lulzim Bashës, po kujdo që del sot dhe ka kurajon dhe mund të thasi një fjalë mbështetëse mbi të. Përfshirë dhe mua, jam shumë koshient, nuk është se po fërkojmë duart që ka u ndez një dritë sot për të dalë, meqense u dolëm para bankës së prokurorëve të Spakut për të ngurur një thik pas Berishës, nuk është kështu. Por ai pikërisht për gjithë po themi energji që është e negative që është harxuar ndaj, që është investuar ndaj Lulzim Bashës, te njerëzve që kemi mbështetur. Gjithë kjo energji për ta përçmuar, për ta lënë jo vetëm në arresën e politikës, por edhe në turpin, pjesën e turpit politikës, duke mos e lejuar as të bëjë një deputet në Tiranë në 21 maj. Për të gjitha këto, ai duhet të luftojë nëse mendon që ka të drejtë. Unë gjykoj që ai ka të drejtën me vete. Nëse ai gjykon që ka të drejtën me vete, e drejta pa kurajon është asgjë për mendimin tim, pa aktin kurajoz. Ai duhet bëj aktet e tij kurajoze. E nënvizoj dhe theksoj. Aktet kurajoze nuk duhet të kenë parasysh as mërit, as hakmarrje. Ka pasur raste që mund keni bizetuar me të, duke qenë se keni qenë bashkëpunëtor, siç e thatë më lart, tek rreti i ngushtë, ju ka rënë rasti që ta Më dëgjoni tani? Po, tani po. Ka pasur raste që ka rënë biseda me zotin Basha si bashkëpunëtor i tij, pra i ngushtë që keni qenë më parë që të flisni për këtë çështje, e keni pyetur, ka rënë rasti, nëse mund ta tregoni diçka për publikun, për te bisedave konfidenciale. Jo, sinqerisht domethënë, nuk është se kam folur asnjëherë për 21 janari. Ajo që di të them është kjo, që zoti Basha gjithmonë ma ka nënvizuar dhe ma ka bërë gjithmonë në vëmendje edhe si pyetje logjike, që gjithmonë më ka pyetur, a mendon ti se mund të ketë dikush një kaq provë implikimi time në çdo lloj afere dhe mos të ma përdori? Dhe është logjike. Domethënë, kur ata po më godasin, po flisin në atë periudhë, kur them ata është gjithmonë në kontekstin e rithemelimit, në atë ko ishte folklori. Po ishte ajo batareja e madhe. Po. Ata po më godasin në çfarë do lloj shpifjesh, pra për i kujtojmë për publikun shpifjet që u thanë në fillimet e folklores që do bëj kulla Lul Basha te obori i Shqupit, ka kompani Euroloto në Qipro, ka me Tauland Ballën, është bashkëpunëtor në trafik droge, edhe po të shkojnë në Amerikë do arrestohet, ndërkohë që zoti Basha nga ajo ditë deri sot është i vetmi politikan i nivelit të lartë që shkon për herë në Departamentin Amerikan Shtetit dhe punon për Komisionin e Integrimit Evropian. Zoti Berisha madje shkoi deri aty sa tha, u shkoi me avion për në Bruksel, po e anulloi udhëtimin me avion sepse do të arrestonte Interpoli në Bruksel. E një, siç e thatë ju atë termin batare e madhe mashtrimesh kundër tij, dhe ai shpesh herë më ka thënë, ku po hidhet gjithë kjo sulm dhe gjithë kjo makineri shpifjesh kundër meje, a gjykon ti, a mendon ti se nëse ata do kishin një provë për mua për të më implikuar në çfarë do lloj afere korrupsioni, lëmë gjëra kaq të rëndësishme sa 21 janari, ata nuk do e kishin përdorur kundër meje, askush nuk ka asgjë ku të më godasi, përveç se sa shpifjeve politike, të cilat janë thjesht në kuadrin e retorikës, po nuk ka asnjë provë. Dhe në fakt unë gjithmonë e analizuar këtë dhe kjo më ka bërë gjithmonë shumë logjik, shumë sens. Pra shumë lineare si logjik, po tash lineare edhe në kohë. Pra po ta shohim, zoti Berisha ka bërë përballje shumë jetike për rëndësinë e tij, për të marrë vullin e Partisë Demokratike, që për Berishën ajo është jo thjesht instrumenti i pushtetit, po është edhe instrumenti i amnistisë që ai mendon që do ketë nga drejtësia. Pra aty ka të lidhur me vullin e Partisë Demokratike, ai ka të lidhur, gjykon ai, po mendoj se është e kundërt, ka të lidhur fatin e tip penal. Dhe në betejë kaq të forta ku pra rrezikoi dhe fati tip penal dhe fati tip i pushtetit politik dhe trashëgimia e tij politike, ai në fakt nuk ka ndjer një dokument për Lulzim Bashën, nuk ka ndjer një provë kundër Lulzim Bashës. Pra për Lulzim Bashën sot, për të rikthyer pyetjes tuaj të parë, që nisi ky blok mini pyetjesh, pra a mund të rikthehet përsëri Lulzim Basha në politik pas kësaj ngjarje 21 janarit? Po në qoftë se ai çmonton gjithë mashtrimet që janë bërë për të, ku është përdorur shpesh si i shitur te Edi Rama, ku ne koha po e tregon se kush është i shitur te Edi Rama, ai që opozitën e ka kthyer në një SHPK, e cila çdo ditë
është e rënuar në numra dhe e zbeur fare në moral ose në shpresë për të ardhur ditë në pushtet. Është komplet e zbeur, nuk ka më qytetar njëri që ka një shpresë, ka një shef një dritë kjo opozitë. Ai që shtyhet Edi Rama, ai që po bën ndryshimet kushtetuese, amnistin penale, që po bën çdo lloj kodi elektoral në favor të qepur si kostum për Edi Ramën, vetëm që të ketë pushtetin e numri 2 për të cimentuar mbretërimin e tij si kryetari i opozitës. Dhe nëse Zoti Basha bën një akt antisistem tashmë, ky është akt antisistem. Pra Zoti Basha e bëri aktin e parë antisistem, që ishte përjashtimi i Zotit Berisha në 9 shtator. Atë akt nuk e mbrojti dot dhe ju kthye në bumerang madje. Sot po jepet momenti i dytë, është një momentum historik do ta quaja, që ai të bëjë një akt të dytë antisistem. Pra, nëse do të bëjë një akt antisistem, është të godasi, po them, valvulën që ka mbajtur gjallë energjinë e opozitarizmit. Ajo valvulë që e ka mbytur, jo që e ka mbajtur gjallë, që e ka mbytur energjinë e opozitarizmit që gëlon në këtë vend. Dhe ky valvulë Sali Berisha, duke uzurpuar Partinë Demokratike, është valvula siguresa e Edi Ramës. Nëse Lulzim Basha sot bën një akt antisistem, godet Sali Berishën me të vërteta, jo me shpifje, jo me akmarrje, me akte kurajoze, por gjithmonë në kufit dhe e sinqeritetit dhe moralit, jo në kufit e shpifjes dhe akmarrjes. Pse do duhet një politikan si Agron Sheaj, Adriatik Lapaj ose kushdo tjetër që vetë proklamohet, vetë shpallet antisistem dhe sot nuk kuptohet ku është koka Sali Berishës dhe ku mbaron bishti i partisë Agron Sheaj, që janë bërë një parti, ndërkohë që morën vota si anti-berishist, si antisistem, dhe sot janë kthyer në paradhon të sistemit. Sot duhet të qëndrojnë ata dhe të kenë ata kauza antisistem, kur në fakt janë dalin çdo ditë me Flamur Nok dhe me Albana Vokshin dhe me Tritan Sheun dhe me gjithë qytetarët e Partisë Demokratike, dalin çdo ditë duke takuar qytetarët demokratët krah për krah për të bërë fushat për Flor Binaj. Ndërkohë që kush, njerëzit që dolën, një pjesë dalin krah për krah, një pjesë janë duke u emëruar në poste kyçe në Partinë Socialiste në qeveri, duke u dalë zëvendës kryetar bashkie në Saran, drejtori spitali rajonal në Elbasan, poste të ndryshme, zëvendës ministre zonja Silva Caka. Pra, këta që na akuzonin ne, këta janë duke përfituar vetëm pushtet nga Edi Rama. Ndërkohë ne që bëm një betejë realisht e sinqertë kundër Zotit Berisha me kosto personale, ne sot jemi absolutisht aty ku kemi qenë, kundër Ramës, kundër Berishës dhe gjithmonë në opozitë. Dhe pse do duhet që spektrin e opozitarizmit ta mbajnë pikërisht ata që po tregojnë mungesë sinqeriteti me kauzën e tyre? Ju dham një mundësi dhe atyre, Zotit Lapaj, Zotit Agron Sheaj dhe të tjerëve, dhe e dojgjën atë mundësi. Në politikë njerë mendoj se të vina e mundësi. Nuk mendoj se ka më qytetarë që mendojnë që Zoti Agron Sheaj do luftoj korrupsionin e Edi Ramës duke u bashkuar me Berishën. Ose nuk mendoj që ka më qytetarë që mendojnë që sistemin do të çmontojë Adriatik Lapaj, sistemin udhëhequr nga Edi Rama në bashkëpunim me kandidatin e tij në Vlorë dhe në Tiranë, ka Flamur Nokës dhe Klevis Balliut. Nuk mendoj se kam njerëz kaq naif. Zoti Hasanaj, por kjo do të përkthehet tashmë në akt, pra në një akt të fortë të Lulzim Bashës me të vërteta. Ai do të ketë parasysh urrëtitjen dhe thash edhe një herë, urrëtitjen për çmimin energji negative që është investuar ndaj tij, jo vetëm për ta lënë, por i kthem, jo vetëm për ta lënë në arrest, por për ta lënë edhe në pjesën e turpit politikës, dhe jo me të njëjtën energji negative, por me kurajo dhe me po themi me shpirt të bardhë dhe me mendje të pastër, ai duhet të marrë të gjitha aktet për ta çmontuar të gjithë makinerinë propagandistike kundër tij. Dhe ky është momenti, nuk ka moment tjetër. Ndërkundër, unë mendoj që ai kalon në arrest për fundimisht. Ju folët për momentin, kam dhe një pyetje të fundit, sepse në media është folur pasdite edhe për provat të reja që kanë ardhur nga Amerika, ndoshta i referohen ndonjë ekspertizë të videos që dërgoi, por mendoni që ky është momenti, domethënë që kjo dosje mund të marrë një përgjigje përfundimtare duke gjykuar në tërësi. Në burime mediatike që kemi,
Edhe falenderoj shumë për këtë pyetje në fakt. Në burime mediatike që kam, unë gjykoj që muajt brenda marsit, domethënë dhjetor, janar, shkurt, do jenë muaj shumë të nxehtë për këtë dosje. Dhe makineria e propagandës ka filluar punë që tani. Unë e kuptoj që tani televizionet e paguara me milionat e korrupsionit do thonë që Lul Basha po përdoret nga Edi Rama, se meqense nesër do thirret Belinda Balluku para Spakut dhe nesër do jetë në gjykatë kushtetuese Erion Velia, për të tërhequr vëmendjen ndaj tyre, Edi Ramës i duhet të nxjerrë përsëri Lulzim Basha. Kjo do të propaganda. Ne e dim shumë mirë tashmë gjithë mënyrën, gjithë paradigmën se si funksionon Sali Berisha, gjithë fuqinë e tij për të shpifur dhe për të krijuar gënjestra shumë të errta. Po kjo zot ta ndali fare Lulzim Bashën, për mendimin tim. Madje do ta motivoj dhe më shumë, sepse Partia Demokratike nuk ka pse sot, që është ditë e njëjtë, datë 30 tetor, të ketë kryelajm të saj Fatmi Mediun, i cili thotë që u vran fëmijë në Gërdec dhe ka fajin George Sorosi që u vran fëmijë dhe ju hakërret prindërve të atyre fëmijëve, të cilët e kanë mbledhur trupin e fëmijës 4 vjeç, 5 vjeç, sa ka qenë ndjeri në fush, sot do i thesojnë 25 vjetorin fëmijës. Dhe sot në vend që ai të kërkoj falje, në krah të Sali Berishës, sot e ka fajin George Sorosi që ju jeni në gjyq kundër meje. Ky nuk është faj i Lul Bashës. Kjo është thjesht lodër e Edi Ramës. Kur sot nesër është Belinda Balluku, Edi Rama thotë po pse ka dhe më keq, është Sali Gërdeci me Fatmi Mediun. Kjo është thjesht kukulla e kësaj qeverie. Dhe kjo është thjesht dhe ai asi në mëng. Unë thash, Edi Ramës po ikën Belinda Balluku, një miku im gazetar, koleg me ju, Ermal Preçi, thotë Edi Ramës ka ngelur vetëm Sali Berisha, dhe ashtu do e marrë dhe unë të shprehje nga ai, Edi Ramës i ka ngelur vetëm Sali Berisha. Kjo është, nuk është Edi Rama, nuk është Lul Basha po del në skenë sot, se i duhet Edi Ramës. Në fakt sot Lul Basha, kur është dita me zez e Partisë Demokratike, kur Partia Demokratike po identifikohet me Gërdecin në 21 janarit, me përvetësimin e pronave në klubin Partizani, po i jepet një mundësi që të ketë dhe një kundërshtar të kësaj, se meqense të gjithë politikanët e tjerë ju nënshtruan Sali Berishës, po i jepet dhe një mundësi e dytë që të japi dhe një alternativë ai demokratëve. Dhe të thotë që jo, ka dhe një njeri që e lufton, dhe alternativa është vetëm ai që e lufton, nuk është ai që bën sikur e lufton në parlament, siç bëri dikur Agron Shehai me Flamur Nokën, dhe pastaj pas u akuzuan me Sali Berishën me njëri tjetrin akuza shumë të rënda, ai njëri akuzonte palën se janë të lidhur me oligarkët, Berisha akuzonte si lev të Erion Velis, sot do luftojnë karrigën e Erion Velis së bashku. Ajo është teatër. Ky e ka mundësinë ta bëjë luftën sot, ta bëj sinqert. Zoti Hasani, të falenderoj shumë për analizën dhe informacionet që ndat me publikun tonë për këtë çështje që sigur e thatë dhe ju, zhvillimet më të rëndësishme i ka përpara. Po, falenderoj shumë për mundësinë.